Mirësia e leximit të Kuranit të shenjtë. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Zbatoje leximin e Kuranit, sepse leximi i tij është lyrje për mëkatet, mburoj nga zjarri i xhehenemit dhe siguri nga dënimi. Profeti ynë i dashur në këtë hadith na nxit ta lexojmë Kuranin jo vetëm si akt adhurimi, por sepse ka edhe ndikime të mëdha shpirtërore dhe praktike. Hadithi i profetit tregon se leximi i Kuranit është një mënyrë për t'u pastruar nga mëkatet, sepse është adhurim që e afron njeriu tek Allahu. Kurani është mburoj që e mbron njeriu nga ndëshkimi i zjarrit në jetën tjetër. Leximi i Kuranit sjell siguri dhe paqe, si në këtë botë, ashtu edhe mbrojtje nga dënimi në botën tjetër. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit.